Autoritetet komunale ja lënë fajin pushtetit qendror në lidhje me qenë Tendacak që tashmë janë bërë probleme në vete për banorët jo vetëm në kryeqytet, por edhe në komuna të tjera dhe në fshatra gjithandej Kosovës. Qenë Tendacak konsiderohen rrezik sidomos për fëmijët. Banorët e Prishtinës dhe jo vetëm ata për dite më shumë i ekspozohen rrezikut nga qenë Tendacak, të cilët shihen kudo në rrugë, lagje dhe madje të shumt janë edhe në oborrin e qendrës klinike universitare të Kosovës. Fëmijët mbasi janë më të rrezikuarit nga këto kafsh. Sa po takova ca qenë Tendacak, që sa dola prej klinikës, isha të një afër vizit, ka shumë qenë Tendacak. Edhe është shqetësuese për fëmijët tonë, se djali pati frikë. Fëmijët kanë gjithmonë frikë më shumë. Edhe për neve s'është mirë. Për qenë Tendacak pak janë shqetësuesëm për fëmijë, sidomos për fëmijë, po edhe për të mëdhejt, po tash masi nuk ka ligj me eliminu, do të mja bëni qara tjetër fare dyqysh. Qenë Tendacak shqetësojnë edhe personelin e qendrës klinike universitare të Kosovës, nga që ata përpos që mund t'i sulmojnë pacientët dhe të tjerët, mund t'i bartin edhe sëmundje ngjitëse. Është koha kur neve, sidomos gjatë shërbimit 24 orë, kujdestarisë, janë ato probleme, do me thonë është edhe sezona kur këta kanë më të shprehur lëvizjen e tyre, edhe që na pamundsojnë, do me thonë na vështërsojnë edhe vojtje ardhjet në përklinika në konsultime. Ky është një problem serioz. Udhëheqësi i sektorit për shërbime publike në komunën e Prishtinës, Habib Qori thotë se numri i qenëve Tendacak është në rritje, përkundër numrit të madh të tyre që janë trajtuar me vaksina dhe sterilitet. Komuna e Prishtinës është ndër komunat e para që ka fillu në procedura të rregullta, ashtu siç e kërkon ligji, të bëjmë trajtimin e kafshëve Tendacake, ku kemi të bëjmë kryesisht me qend. Dhe kjo, sidomos ditëve të fundit, është një rritje numrit të tyre. Edhe përkundër asaj që ne vazhdimisht kemi kontratën dhe kemi trajtuar qend, vetëm këtë vit e ka lënë numrin 1000. Autoritetet komunale thonë se çështja e qenëve Tendacak nuk do të zgjidhet derisa niveli qendror i qeverisjes nuk do të sjellë ndonjë rregullore apo ndryshim të ligjit se në cilat forma do të trajtohen këto kafshë.